Aktori I famshëm turk Can Yaman deklaron haptazi që është me origjinë shqiptare. Kjo pra është deklarata e fundit e lënë nga vetë ai në Piana degli Albanesi këtu në Itali dhe bëhet nami tani që të gjithë flasin për këtë, të gjitha rrjetet sociale, të gjitha gazetat, madje edhe në Piana degli Albanesi tani flitet publikisht që shqiptarët gjenden pothuajse në çdo cep të globit. Ndiqeni me kujdes, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Can Yaman dihet që kemi bërë dhe një video për këtë, që thuhet që ishte me origjinë shqiptare sepse ai kishte deklaruar në disa vende të private, le të themi kështu, nuk ishte deklaruar publikisht, por kjo është hera e parë që ai e deklaron publikisht. Dhe do t'i them se çfarë ka ndodhur. Para pak ditësh ishte ftuar Can Yaman në Piana degli Albanesi, në një vend ku njihet si hora e Skënderbeut ose hora e Arbëreshve. Kështu e quajnë hora dhe jo ora, dhe po thoshte që teksa ishte I ftuar aty, e gjeni intervistën, tani flasin që të gjithë për këtë intervistë, ku thot publikisht që unë thot sepse e pyet, ti thot I thot prezantuesja, ti thot ke le të themi pak gjak shqiptari, ai thot po thot sepse nëna ime thot është shqiptare thot dhe ka qenë një nga njerëzit e parë thot që më ka mësuar thot për sa I përket traditave shqiptare. Dhe unë thot jam rritur me këtë frymë. Më pëlqen shumë Shqipëria, thot më pëlqejnë shumë shqiptarët sepse kam miqësi thot me shqiptarët, por thot më mungon thot që të isha më I lidhur pra me Shqipërinë. Dhe unë doja të diskutonim pikërisht këtë argument sot. Sepse shpeshherë në për këto rrjete sociale, zakonisht edhe këtu në për këto argumenta ku flasin të gjithë së bashku, ka disa që janë shumë të lidhur me Turqinë. Ta themi ashtu siç duhet, haptazi, janë shumë të lidhur. Është legjitime, secili ka të drejtën e tij, pa diskutim, por do t'ju them disa gjëra që janë të rëndësishme, sepse nuk është se I them unë dhe janë legjitime. Absolutisht jo. Jemi këtu për t'i diskutuar, ndoshta edhe unë gaboj, por thash unë do t'u them ato që di. Atëherë, duhet të dini që shqiptarët, ne nga llogaritjet që kemi bërë, ka shqiptarë vetëm në Turqi ka mbi 25 milion shqiptar. Dhe nuk e them unë këtë, por e thon gazetat gjermane. E gjeni, gazetat gjermane të viteve 90 bile tregonin për që në Turqi gjenden mbi 25 milion shqiptar. Pse gjenden këta shqiptarët? Sepse pak njerëz I kujtojnë këto gjëra. Unë I kujtoj sepse janë histori. Duhet të dini që për më shumë se 400 ca vite, rreth 500 vjet që ka qenë otomanët në Shqipëri, çfarë bënin? Ata merrnin burrat, fëmijët që nga mosha 8-9 vjeç, dhe burrat dhe fëmijët dhe I çonin për të luftuar. Por nuk e bënin vetëm me Shqipërinë, e bënin edhe me Rumaninë, e bënin edhe me vendet e tjera, me Hungarinë dhe me vendet e tjera. Hungarinë ishte pak më e vështirë sepse ishin të fortë hungarezët, por edhe me vendet e tjera, në fakt, ishte ky shkaku që Vatikani u ngrit në këmbë për ta ndaluar, sepse shkuan pothuajse në gjysmën e botës. Atë që kishte bërë Roma, thoshin ata, do ta bëjmë ne sot. Sepse Roma bëri deri në vitet 300 ca, 400, pastaj dërgoi Bizantin që të rrafshonte çdo gjë. Pra atë çka kishin bërë romakët, donte që ta bënte edhe otomanët. Donin ta bënte Turqia me fjalë. Dhe çfarë bëni? Të gjithë këta ushtarë, le të themi, ose këta skllevër që I menin dhe I çonin në luftra, shumë prej tyre mbijetuan. Dhe ata që mbijetuan I qëndruan atje, sepse në radhë të parë njëherë I mbanin aty si ushtar, pastaj I mbanin si robër dhe me kalimin e kohës këta ambientoheshin aty, ushqeshin atje dhe s'kishin më si do të ktheshin pas disa vite, 10 vite për shembull, 5 apo 10 apo ndoshta edhe 20 viteve në Shqipëri. Nuk mund të ktheshin dot më, sepse tashmë ishin shndërruar në mercenar, sepse luftonin për otomanët. Dhe me kalimin e kohës ata qëndronin aty, u I bënin që të njihnin dhe bile ushtria turke bënte një gjë, pasi këta bëheshin më të mëdhenj në moshë ose kishin kaluar një farë kohe, u gjenin gra turke që të lidheshin me turkët. Dhe do t'ju them një sekret që ta dinë të gjithë. Dhe kjo është e shkruar e zezmi të bardhë për disa që janë shumë të dashur me një vend apo me një tjetër,
ose ndoshta edhe me Turqinë. Vetë turqit shkruanin që shqiptarët është e vështirë që ti nënshtrosh. Vetë turqit e kanë shkruar. Pse e thoshin këtë? Sepse edhe pas shumë viteve, ata nëse e mbanin mend atë, që këta siç e kishin trajtuar dhe pastaj ja punonin turqëve. Atë që bëri dhe Skënderbeu. Ndonse disa thonë, jo, po Skënderbeu nuk ishte shqiptar, ishte si ishte, ai ja punoi. Mua ma punuan tha dhe unë do ja punoj turqëve. Pra të bën të njëjtën gjë. Dhe ky ishte shkaku që ata mundoheshin pra turqit që t'i lidhnin me gra turke, ushtarët ose ata që kishin mbetur pra më vonë si sklever. Dhe nga këta lindën fëmijë. Fëmijët e tyre lindën fëmijë e kështu me radhë dhe mësonin gjuhën shqipe njëri tjetrit. Ishte ky fakti që gjermanët kanë shkruar pra që ka mbi 25 milion shqiptar në Turqi. Po s'ka vetëm Turqia, sepse e njëjta gjë kishte ndodhur edhe në Greqi. Në Greqi të gjithë na ju tani do të thonë mua, po mirë më nga ky Xhan Yamani ti tani përfundoi këtë pikërisht për këtë duhet flas sot. Nuk po flas për Xhan Yamanin. Xhan Yaman sepse e deklaron publikisht. Pse nuk e deklaroi më përpara ai, por e deklaron vetëm tani që u bë i famshëm? Sepse tani ka zënë rrënjaj. Rrënjët e tij tani janë të pathyeshme, të pashkullshme. Kështu që ai tani nuk e ka problem. Deri para pak kohësh e kishte vështirë që ta thoshte sepse mos e ndëshkonin, sepse mos mund të kishte probleme. Sot e thot, sepse nuk jeton më në Turqi, po jeton në Itali tani, ose në Spanjë. Pra, ky është një shembull se si mundet një 20 milion shqiptar që ishin atje, që ta thot vetëm pas disa viteve që është sot, me fjalë që flitet sot për këtë gjë. Në Greqi, edhe sot e kësaj dite flitet për Arvanitasit. Arvanitasit që u shkonte policia dhe i rrihte nëse flisnin shqip. Pra i futeshin nëpër shtëpitë e tyre, i rrihnin nëse dëgjonin dhe bile dërgonin edhe mercenar ose dërgonin spiuna, që nëse do të flisin shqip do t'i rrihnin. Ende sot edhe kjo flitet kohët e fundit, është bërë publike tani sepse ka disa gra të moshuara, keni vënë re, ose edhe disa të moshuar që thonë pikërisht këtë, që nuk mundeshin të flisnin. E njëjta gjë edhe në Maqedoni. E njëjta gjë edhe në Serbi. Pra edhe në vendet këtej, keni intervista sa të doni që janë bërë kohët e fundit, që flitet për disa vende ku ende sot flasin shqip. Dhe thonë ne shqiptar jemi, por na detyruan që të flisnim serbisht apo slavisht. Pra duhet kuptuar kjo për të kuptuar themelin e jo vetëm të shqiptarëve, po të secilit prej nesh. Është shumë e rëndësishme. Ndaj ju thash që është e rëndësishme që ta dëgjoj çdo kush këtë ligjërat, sepse nga këtu kupton se si ishte Shqipëria dikur, si ishin shqiptarët dikur. Ndonse erdhi një moment që i shkatëruan, i shpërndan në mënyrë tepër të zgjuar. Sepse në fillim filluan me besimet fetare. Dhe besimi fetar ju e dini shumë që i shkatëron sepse njeriu nuk janë të gjithë njësoj. Për shembull, mua nuk më ka tundur kur besimi fetar, sepse besimi është personal, kurse politika ose vendi është diçka tjetër. Janë dy gjëra krejt të ndara. Dhe nëse ti do brohoritësh një besim apo një tjetër, me fjalë ke një anë dhe anën tjetër ti e urren apo thua fjalë nga më të ndryshme sepse të vjen vetvetiu. Ti nuk e kupton këtë. Po ta shikoni, shumica shqiptarëve janë kështu. Pikërisht pra, sepse dikush atje ka paguar dhe vazhdon që të pagojë që ta mbajë nën kontroll. Të mbajë nën kontroll mendjen, sepse mban nën kontroll mendjen, ke mbajtur nën kontroll njerëzimin. Pra popullin. Dhe ky është fati i keq i shqiptarit. Është ky që i ka çare, i ka shpërndar dhe sot nuk bëhen mes njëri tjetrit. Shkojnë jashtë shqiptarët për shembull zihen mes njëri tjetrit, shkatërrojnë lokalet nëse bën ndonjëri në një lokal, kurse vend tek ai tjetri, për shembull, shkojnë tek një italian apo tek një zviceran apo gjerman dhe e respektojnë. Nuk respektojnë shqiptarin që kanë vllajën e tyre, por respektojnë atë pse? Sepse është ngulitur në tru atyre. Sëmundja tashmë është brenda çdo shqiptari. Dhe nëse keni vëre nëpër komentet këtu shpesh thonë shqiptari thot tani, edhe vetë shqiptarët e thonë, është mallkuar sepse mallkon dhe vret njëri tjetrin. Pikërisht sepse nëse nuk të gjitha këto besimet fetare apo politikat që janë ekstremiste, edhe politikat, të gjitha këto krijojnë probleme. Krijojnë probleme duke e shpërndar njeriu sepse është psikologjike. Nëse do të kishte një
revolucion, po e përsëris e njerë, kultural, unë them se të ndryshon të çdo gjë. U mundua që ta bënte Enver Hoxha, u mundua, por bëri shumë gabime, dhe gabimet i përcollën shqiptarët pastaj, sepse të gjithë e kuptuan që gjithsekush atë politikë e bën për vete, ose për familjen e tij dhe nuk e bën për popullin. Populli nuk është budall. Dhe ishte ky shkaku fillestar. Pastaj dhe problemet tjera, siç ju thash, ekonomike, shoqërore, por mbi të gjitha edhe fetare. Të gjitha këto kanë krijuar këto probleme. Dhe sot edhe ndonë se të gjitha këto vendet, arbëreshët e Italisë, arvanitasit e Greqisë, apo shqiptarët, apo arnautët e Turqisë, prap shqiptarët rrin larg dhe thonë, se s'ka, sikur të jetë një gjë normale, nuk është normale. Sepse nga llogaritjet që kemi bërë, nëse keni vëre, rezultojnë deri tani të regjistruar, me fjalë të regjistruar, po flasim, te tyre thashe themeve që thuhet që në Turqi ka mbi 20 milion apo çfarë thuhet. Por te këtyre thashe themeve, ne kemi, sipas llogaritjeve që kemi bërë të dokumentuara, mbi 25 milion shqiptar aktual të regjistruar. Dhe pjesa tjetër pastaj janë ato prapashtesat që mund të shkojnë edhe ndoshta edhe 50 milion. Në fakt ka disa që thonë shqiptarët janë 63 milion. Të gjithë, në mbar botën po flasim, sepse nëse do ta llogarisim në bazë të ADN-s, thuhet kështu. Koha do ta vërtetoj. Koha do ta vërtetoj sepse shumë shpejt do të bëhet një llogaritje pikërisht në bazë të ADN-s. Mbajeni mend të që po ju them. Deri në vitin 2030 mbahuni fort. Pastaj pas vitit 2030 do tregojnë gjëra që do të tundin themelet. Megjithatë, doja t'ju tregoja këtë lajm të ri që për disa është i ri, për mua nuk është as pak i ri, por doja ta ndaj me ju që t'ju pyes çfarë mendimi keni për Xhan Yamanin, që pse e thot tani që është me origjinë shqiptare dhe që nëna e tij fliste shqip në shtëpinë e tij. Pres komentet tuaja. Natë.